Policia ka zbardhur ngjarjen e rëndë të ndodhur në Sarand, ku mbeti vrarë me armë zjarri 66 vjeçari Recep Ismaili. Sipas së dhënave paraprake, krimi ka ndodhur pas një konflikti të nisur në lokalin në pronësi të viktimës në zonën Qaf Gjashtës. Ngjarja është regjistruar rreth orës 21:30 minuta, ku fillimisht disa persona janë përfshirë në një sherrë me sende të forta, ndërsa më pas situata ka degraduar në përdorimin e armëve të zjarrit. Si pasoj, Ismaili ka mbetur i vdekur në vend. Sipas hetimeve paraprake, autori dyshuar i vrasjes është shtetasi me iniciale LT, i cili pas të shtënave është larguar nga ngjarja bashkë me personat e tjerë të përfshirë në konflikt. Policia dyshon se gjatë përplasjes është plagosur edhe një person tjetër, i cili ende nuk është paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe nuk është identifikuar. Menjëherë pas ngjarjes, forca të shumta policie kanë ngritur pika kontrolli dhe po ushtron kontrolle në zonë për kapjen e autorit. Paralelisht po verifikohen edhe spitalet rajonale dhe klinikat private me qëllim identifikimin e personit të plagosur. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të krimit.